Po si ka mundësi që një parti me kapacitetet që kishin në 90-91-shin shkoi e përfundoi në një parti krejt të mbyllur, ndërkohë që PS-ja Lori këto dy bashk ne kemi pas mundësi të pyetim Ramizalin, se kemi pyetur. E kam pyetur, po s'u përgjigj. Nuk kemi. Pse s'u përgjigj? Sepse më dha fjalën që do më jepte intervistë dhe ka qenë për librin Trashëgimtar, në fakt. Dhe ditën që duhet të shkoja unë për intervistë, ai dikush i kishte thënë që kjo është nga shtresa e përndjekëve dhe nuk duhet t'ia bësh të nder. Luliet. Një kolegu im më duket. Luliet. Jam lutur shumë shpesh. Luliet. Ne kemi menduar dhe se ndodhen gjërat, komunizmi ra dhe rrëzuam ne. Shumë dokumenta që shikojmë tani nuk më rezulton që e kemi rrëzuar ne. Ka qenë e kontrolluar dhe ndoshta po vuajmë këtë pasojë. Lexo Trashëgimtarët se e ke tezë. Po unë e kam lexuar dhe do të është një gjë që e kam lexuar, e ke shkruar herët, e ke shkruar atëherë kur nuk e besonim, atëherë kur nuk kishim lexuar shumë dokumenta, sot që shikojmë shumë dokumenta se si orientoheshin njerëz caktuar për të shkruar te Zëri i Popullit, për të shkruar te Gazeta e Bashkimit, për të kërkuar këto, domethënë që të drejtonin lëvizje dhe më vjen keq për mua për ty që kemi besuar në mënyrë naive që gjërat po vinë kaq natyrshëm. Në fakt nuk ka qenë kaq natyrshëm. Fatkeqësisht. Kjo e fundit, pyetja e fundit që duke bockël ka hap një temë krejt tjetër që mund të flasim një ditë tjetër, por ne duhet të jemi të vërtetë, dhe duhet të themi vërtetën për të shkruar tonë. Dhe një shoqëri që nuk thot vërtetën për të shkruar në vet, nuk do di kur të ecë përpara.